Pastaj e dim që sapo kjo stuhi diellore formohet, ajo vjen në tokë për 1 deri në 2 ditë. Kjo është e njohur tashmë si fakt. Kështu që në moment që do shfaqet, ajo që ne quajmë protuberancë diellore do ndodh, atëherë ne do jemi në gjendje pastaj të kuptojmë se kur do vinë në tokë. Dhe cilat janë ndoshta sistemet më të ndjeshme ndaj këtyre stuhive, satelitët, rrjetet elektrike apo komunikimet ajrore? Tipikisht janë satelitët, sepse satelitët ndodhen në lartësi të konsiderueshme nga sipërfaqja e tokës, disa qindra kilometra, dhe nuk përfitojnë nga efekti filtrues i atmosferës. Plus që dhe fusha magnetike aty është më e dobët, kështu që deportojnë më shumë grimcat e stuhisë diellore. Ato janë më të ndjeshmet. Por sigurisht, duke qenë se sot jemi shumë të integruar nga pikpamja teknologjike, sesa në vitin 2003 efekti mund të jetë më i ndjeshëm. Megjithatë, kam besim se është bërë një punë e mirë me ndërtimin e sistemeve me një hierarki mjaft të zhvilluar, e cila do ndihmonte që të zbuste efektet e erës diellore, sepse kur dikush çon satelit në hapësirë e ka parasysh edhe këtë gjë. Është një gjë më kryesore që ka parasysh, ose që planifikon më parë. Por gjithashtu sa i përket rrezikut, mund të jenë specifikisht të ndjeshme sistemet e shpërndarjes së energjisë elektrike. Sidomos për shtetet që janë pranë poleve, Kanada, Rusi, vendet nordike e kështu me radhë. Fatkeqësisht në Shqipëri nuk kemi problematikë sepse jemi mjaft larg dhe jemi në një zonë dhe themi të sigurt, ta themi kështu. Jo se ne pak duam edhe themi ja, për këtë ndodhi. Mbas edhe kjo mund të jetë, por ka një gjë tjetër se siç thuhet me çdo të keq që vjen dhe një e mirë që besoj keni parë ato spektaklet e dritave ose aurorave që quhen, dritave të veriut apo dritave të jugut. Janë pikërisht ato janë shumë intensive, sidomos në periudhën e stuhive të shoqërive magnetike apo në periudhën kur kemi erë diellore të fuqishme ose stuhi diellore të fuqishme. Atje ku nuk ndodhin në fakt, meqense i përmendët. Në fakt ato ndodhen, ato duken shumë në pole sepse siç e thash, fusha magnetike e tokës i orienton grimcat e ngarkuara në pole, sepse është vetë struktura e tillë. Dhe këto grimca që kanë një energji shumë të madhe kur arrin atmosferën në pole, ngacmojnë gazet atmosferike, të cilët më pas kur këto gaze çlirojnë energjinë nga ngacmimi, e çlirojnë në formë drite. Dhe shihni ato ngjyrat e kuqe apo të gjelbra që janë spektakle fantastike. Sigurisht sa më e madhe të jetë stuhia magnetike, aq më e madhe është zona ku kemi vërtimin e dritave të veriut. Por përgjithsisht kjo është lokalizuar në pjesën rreth polit të veriut apo dhe polit të jugut. Flasim për polin e veriut sepse këtu kemi goxha njerëz që edhe mund t'i vërojtojnë, sepse dritat ka dhe në jug, që është në Antarktik, por ka shumë më pak njerëz për t'i parë, sepse është një zonë më e izoluar dhe sigurisht që ka më pak akses. Ndërsa në polin e veriut sigurisht ka edhe vendbanime të qëndrueshme që shpeshherë dhe përfitojnë nga pikpamja turistike për të ofruar, si thua, qëndrime për të parë këto spektakle gjatë periudhës ku kemi këto aktivitete të shtuar diellore.